Unë nuk besoj që është votuar në shkeljet kushtetues, përkundrazi. Unë besoj që qëndrimet e Partisë Demokratike janë totalisht të papranueshme për sa më përket mua dhe Ministrisë Mbrojtjes në raport me këtë marrëveshje. E kam thënë edhe ditë në parlament, pavarësisht se seancat e mbledhura të mbyllura, siguria kombëtare nuk është çështje debati politik. Edhe unë di edhe të kaluara në qëndrimet e Partisë Demokratike për këtë pikë kanë qenë shumë edhe të dy palët, nuk kishin shumë bashkëpunuese. Në këtë rast, ky nuk është një sinjal i mirë, përkundrazi, mendoj që të atakohet një marrëveshje e cila financon mbrojtjen është e papranueshme. Unë mendoj që kur vjen puna te siguria kombëtare nuk ka krahë politike dhe sidomos kur vjen puna tek marrëdhënia dhe marrëveshjet që ne kemi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk duhet të ketë krahë politik. Fakti që kjo marrëveshje atakohet, për mendimin tim, është e papranueshme, është gabim politikisht edhe mesazhet dhe sinjalet që çojmë shumë i gabuar. Ju a thash, programi FMF nuk është vetëm çështje financimi, është edhe çështje transferimit teknologjik, e cila do vullnet politik. Ka shtete që dëshirojnë të marrin teknologji të caktuar, të cilat po si merrtoi Kongresin në Amerikë nuk i marrin dot, edhe pse mund të kenë parat të financojnë. Prandaj kur vjen puna tek marrëveshjet e mbrojtjes, kur vjen puna te marrëveshjet e sigurisë, kur vjen puna tek përfitimi i pajisjeve mjeteve ushtarake, teknologjike ushtarake, nuk është vetëm çështje prash, edhe çështje vullneti politik, është çështje edhe sa i besueshëm je Selat, është edhe çështje sa i sigurt jam unë me ty Selat që ti të kesh një teknologji që e prodhon. Marrëdhënia jonë me Shtetet e Bashkuara sot tregon që Shqipëria është një lart i besueshëm, është një lart i qëndrueshëm, është një lart i cili është krah aleancës shpirtërisht, mendërisht, politikisht, ideologjikisht